25 dhjetori, dita e Krishtlindjes u kremtua me solemnitet nga bota e krishterë dhe si çdo vit, edhe në qytetin e Lushnjës besimtarët ju drejtuan që në orët e para të mëngjesit vendeve të shenjta të lutjes. Kisha katolike, ajo e Shën Gjergjit e Shën Premte, si dhe kisha ungjillore Rruga e Paqes, u vizituan nga kryetarja e Bashkisë së Lushnjës, zonja Ariselda Sefa, e shoqëruar nga deputet të zonës, nënkryetar dhe përfaqësues të institucioneve lokale. Kryebashkiakja Sefa shprehu mirënjohje për drejtuesit e kishave për bashkëpunimin me bashkinë dhe uroi të gjithë besimtarët e krishterë për një Krishtlindje të bekuar, të mbushur me paqe, mirësi dhe shpresë. Atë Gori, prifti kishës Shën Premte, uroi për një ditë të ndritur dhe bekime për çdo familje, ndërsa pastori Albert Dosti nga kisha ungjillore përsolli një mesazh adhurimi dhe falënderimi për Zotin, duke theksuar rëndësinë e besimit në jetën e përditshme. Aktiviteti u ndoq nga afër nga kamera e televizionit Apollon, duke sjellë atmosferën festive dhe shpirtërore të kësaj dite të shenjtë. Falenderojmë zonjën kryetare me pjesëmarrjen e saj dhe i uroj të gjithë krishterëve gëzuar Krishtlindjen edhe të gjithëve gëzuar vitin e ri dhe një vit të mbarë. Kryetaria duhet falenderoj shumë sepse gjithmonë pranë nesh me shqetësim dhe me hallet tona. Sigurisht sot jemi për të uruar njëri tjetrin dhe këtë do të bëjmë, gëzuar për shumë vjet. Sot besimtarët e krishterë festojnë Krishtlindjet. Krishtlindja është një ditë e cila simbolizon vlerat më të rëndësishme të jetës, familjen, dashurinë, solidaritetin për ata që janë në nevojë, respektin për njëri tjetrin, si dhe nxit shpresën për një të ardhme më të mirë. Gjej rastin të falenderoj dhe t'i uroj të gjithë besimtarët e krishterë, por edhe qytetarët e Lushnjës, Krishtlindje të bekuara, paqe, dashuri në familjet tuaja. Gëzuar. Shumë faleminderit për prezencën tuaj në këtë ditë të shenjtë që ne të krishterët kemi. Kjo është koha ku të gjithë jemi duke gëzuar së bashku për lindjen e Krishtit, lindjen e mbretit tonë. Është koha kur gjithë secili të mund të kujtoj shpresën që Perëndia ka dhënë në ardhjen e Krishtit, paqen që Perëndia ka dhënë, gëzimin, dashurinë. Edhe sot që ne e quajmë sot lindjen e mbretit tonë, mbretit i cili ka ardhur për të kthyer njerëzimin, për të transformuar njerëzit, për të kthyer në besim çdo person që beson ose që ndoshta akoma nuk beson. Urimi është shumë i përbashkët. Gëzuar këtë Krishtlindje, gëzuar të kemi më shumë harmoni dhe begati të gjithë së bashku, edhe le të kthehemi në besim për të lavdëruar Perëndin, edhe kjo do të sjellë një bashkim edhe një bashkëjetesë të mirëfillt me të gjithë njerëzit. Zoti ju bekoft edhe shumë faleminderit për prezencën tuaj.